Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë. Prap unë, por me ato 12 letra. Nga 12 mesazhet që ishte i pari i Dashit, Demi, Binjakët, Gaforja, Luani, Virgjëresha, Peshorja, Akrepi, Shigjetari, Britjapi, Ujori dhe Peshqit. Të dashur, dua nga gjitha këto mesazhe, nga që të gjithë jemi të lidhur me njëri tjetrin në njërin apo tjetrën mënyrë. Dhe dua të krijoj vetëm pak sa të hap që ti shikoni një sekond të gjitha. Ashtu. Të ngrej një qik kështu që të shikoni. Është mikrofoni. Ta largoj që mos të ndaloj ashtu. Pra, të dashur, nga 12 letra do bëjmë një lexim të vetëm, që në fakt gjithë këto letra janë integruar natyrshëm, të thoja si pjesë e një udhtimi të një personi 2, 10, 100, sado që t'jeni, ky është një lexim për dikë apo për disa që kalon nga konfuzioni emocional në transformim dhe arrin në qartësi, stabiliteti dhe shprese. Për ata që rezonon ky lexim i tëri, të dashur, pra ky është tregimi i yt, ose i dikuj që ka nevojë të dëgjoj sot. Në fillim duke gjithçka duke mirë, kishte gëzim, është tre të kupës, lidhje me të tjerët, momente që sillnin buzëqeshje, por herë të vonë sikur kjo u zbeh dhe zemra nisi të ndjej bushllëk, asgjë nuk ju kënaqte më, edhe kur jeta ofronte diçka të mirë, ajo nuk dukej më sikur e mjaftueshme. Të dashur, pastaj erdhi përplasja, 5 të shkopive, dorën në pahë njerëzit dorën në pahë me njerëzit, me veten, me vetjetën. Çdo gjë dukej sikur një betejë dhe duhet të luftoje për të mos humbur veten. Por brenda gjithë kësaj rëmuje, fillojnë të qartësohen gjërat. Një moment i heshtur që të kujton, unë kam më shumë se sa mendoj, të dashur ju që jeni duke dëgjuar, që rezononi me këtë lexim. Unë kam më shumë pra se sa mendoj dhe meritoj të ndihem mirë me veten time. Kjo qartësi të çon drejtën një zëri të urtë, një mësim, absolutisht, një fjalë, një kujtim që të rikthen në thelbin tënd. Fillove të kuptosh se jo çdo hap duhet shpikur nga e para. Absolutisht, ndonjëherë duhet vetëm të dëgjojmë të vërtetën apo dhe veten. Dhe atëherë ndodhi diçka më e thellë. Gjykimi, jo i bukur, jo i lehtë, por i pastër, një e vërtet që nuk mund të injorohej më, ishte koha për të ndryshuar. Dhe për të ndryshuar vërtet duhet të lëshohesh, të largohesh. Vjen pas në fakt sigurimit, stabilitetit, pas këtij gjykimi që nuk injorohet dhe ndryshimit sikur thërret stabilitetin duke ndryshuar me të vërtet. Vdekja duhet të vdesë ajo pjesë që të ka mbajtur peng dhe ti e bëre, e lë pas. Dhe jeta si shpërblim të vuri përballë një dhurate të re, një mundësi konkrete për të ndërtuar sërish, diçka reale, të prekshme, projekt, rrugë, ndjenje të qëndrueshme, të dashur. Dhe për të pranuar këtë mundësi, në fakt, duhet të përballesh me diçka tjetër, vetja jote mbrëmshme. E përmbysur, ai verzioni yt i lënduar, i ndjeshëm, që është shpesh harruar ose është fshehur, dhe ti e dëgjove. Dhe nga kjo përballje u rritë, u bëri mbreti ndjenjave të tua. Nuk ishe më nevojë të fshihesh e të silleshe sikur dikush tjetër, fillove të qëndrosh në qetësi edhe kur gjithçka rreth teje nuk ishte. Prandaj, të dashur,
të dashur ju që po rezonon ky lexim. Kalorësi i shkopive, zjarri i papritur, një dëshirë për të vepruar. Jo më për të menduar pa fund, por për të lëvizur, për të ndjekur atë që do, pa u justifikuar, pa kërkuar leje. Dhe në fund, në gjithë këtë udhtim, ajo që mbeti është drita. The Star. Drita jote, shpresa që nuk vdes kurrë, besimi që ringjallet edhe pasi ke humbur gjithçka. Ndjenja e qartësisë. Unë jam gati, nuk më duhet të jem më dikush tjetër, jam këtu dhe e di kush jam. Do thot, rezultati final t'i del nga ky udhtim më të pjekur, i dilim nga ky udhtim më i pjekur emocionalisht, me zemër të shëruar, me guxim, kërkoj ndjesë, më kapi kolla, me zemër të shëruar, me guxim për të vepruar dhe me një mundësi të re në dorë. Dhe më e rëndësishmja është nuk po jeton më për të mbjetuar, por për të ndriçuar. Të dashur, ju që rezonoi ky lexim. Pra, nga çdo gjë që ishte mirë, u turbullua dhe filloi të vete. Të bëhet më e zbet, më e paqartë, duke harruar, duke arsyetuar, duke munduar për të mbjetuar dhe absolutisht duke rezistuar çdo gjë, po dilni të fituar. Ky rrugtim është kogja i fortë, por siç ishte dhe fundi, të pjekur emocionalisht, me zemër të shëruar, me guxim për të vepruar dhe me mundësi të mëdha në dorën e juaj. Të dashur, ju që rezonoi ky lexim.